Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet dhe për të komentuar sot maratonën e gjatë të ngjarjeve më të fundit. 10 vite me ne, 10 vite dashuri, 10 vite fytyra të lumtura, 10 vite surpriza të bukura, 10 vite energji fantastike, fundjava ndryshe, mbrëm, të boj artist, figura të ndryshme, politikan në një sallë të madhe, duke manifestuar 10 vitet e suksesit të tyre. Pam shumë figura të ndryshme, nga politikan të lartë, president, kryeministra, politikan nga vendet fqinje të nderuar, artistë të nderuar, personazhe publik që ndoshta nuk kemi fatin t'i shohim shpesh në për evenimente të këtilla, por me patjetër nuk do të mungonte në një vend shumë special edhe Lori Hoxha, Sara Hoxha. Fillimisht një herë, për herë të parë e shikojmë Lori në një dalje publike me bashkëshortin e saj, që kur është martuar, Lori nuk ka bërë asnjë dalje publike dhe pikërisht ishte kjo hera e parë që Lori bëri këtë daljen publike. Të gjithëve na ra në sy, të gjithë u munduam që të shohim kimin sa të përbashkët e kanë dhe sa ngjasojnë me njëri tjetrin. Do të thonë ishte një çift ideal dhe Lori dukeshte që ishte shumë e lumtur dhe tepër e gëzuar. Por në krahun e saj të djathtë qëndronte, pasi bashorti ishte i ulur në krahun e saj të majt, në krahun e saj të djathtë qëndronte Sara Hoxha dhe Sara Hoxha ishte e vetme. Ledion Liço nuk ishte shoqërues i Sarës në këtë eveniment kaq të rëndësishëm, saqë besoj sa Ledioni që e ka mik Arbrin e ka dhe Sara, po ashtu e ka dhe Lori dhe menjëherë filluan shpekulimet e mëdha për marrëdhënien, për çiftin dhe për një mundësi në fakt për ndarjen e tyre. Përflitej që Sara dhe Ledioni është ndarë me kohë. Tani, nuk ka burime të afërta që çifti është ndarë, nuk ka burime të brendshme që çifti është ndarë, por përflitet lart edhe poshtë për një ndarje të mundshme mes këtij çiftit. Tani këtu ka dy pika që ne mundemi të analizojmë. Nuk mund të themi që janë ndarë pasi që Ledioni dhe Sara, po që se të hedhim një sy në Instagramin e tyre, vazhdojnë akoma të ndiqen, do me thënë vazhdojnë akoma t'i bëjnë lajka njëri tjetrit, por mund të jetë ky amendsimi që Ledioni dhe Sara e përdorin për të bërë marketingun për gjën e tyre, sepse duke folur për to, duke komentuar për to, duke analizuar marrëdhënien e tyre, me patjetër që rritet interesi edhe për të shikuar Big Brotherin, për të parë gjërat më të fundit se çfarë po ndodh. Ndoshta Ledioni mund të ketë qenë edhe në një rrugtim, për shembull që nuk ka qenë pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm, duke ditur edhe marrëdhënien që ka me Arbër Hajdarin, por Ledioni ka përzgjedhur që mos të bëj asnjë lloj reagimi dhe mos të nxjerrë të paktën asnjë lloj foto në Instagramin e tij. Dyshimet janë të mëdha që çifti është ndarë, por nuk ka, domethënë, asnjë lloj lajmi të vetë konfirmuar nga ana e Ledionit edhe Sarës për një ndarje të mundshme. Nga burimet që kam unë dhe nga informacionet që unë kam arritur të siguroj që mbrëm, në fakt menjëherë sapo pash fotografin, por nuk doja të flas pa siguruar të paktën një argument, unë arrita të kuptoj që çifti është në rregull, nuk është se ka përjetuar një ndarje, por thjesht kjo është një lloj mekanizëm që në fakt ato të dy e përdorin dhe po e sjellin tek publiku shqiptar këtë lloj mekanizëm. Doja të marr mendimin tuaj. Mendoni që është me kastile arsyeja pse Ledioni nuk ka shkuar tek fundjava ndryshe, apo është vërtet një krisje e marrëdhënies së Sarës edhe Ledionit, pasi që kanë qenë lajmet lart edhe poshtë shumë të mëdha për këtë marrëdhënie dhe për këtë situatë. Unë nuk dua në fakt të besoj që Ledioni dhe Sara janë prishur, edhe nëse do të ishin prishur, atëherë si do t'ja besonte Sara Ledionit moderimin e Big Brotherit. Do të thënë është e tëra një spekulim, por ndoshta mbrëm mos prezenca e tij e ka rritur edhe më shumë pikpyetjen se çfarë po ndodh rreth këtij çiftit, apo nëse ne futemi te Instagrami i Ledionit edhe hedhim një sy, do ta kuptojmë që marrëdhënia e tij me Sarën është në pikën më të mirë. Do të thënë kanë një marrëdhënie shumë të bukur,
kalojnë shumë mirë. Sara nuk ka hequr asnjë fotografi me Ledionin, sepse zakonisht kur ka krisje në marrëdhënie, kur çiftet ndahen, fotografitë janë të parat gjëra që fshihen, sepse sot është Instagrami identiteti jon. Por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj si ju mbrëm e keni parë këtë fotografi.